asnjë rrugë. Kryeministri Edi Rama shpalosi këtë pasdite programin elektoral për infrastrukturën, nëse qëndron në pushtet edhe për 4 vitet e ardhshme. Ai tha se kjo do t'i shërbej veçanërisht turizmit. Pra, nëse një aks, po themi, kushton 30 milion euro, është hedhur në tender dhe i është dhënë dikujt duke vënë në dispozicion nga buxheti 1 milion euro. Nuk është bërë kurrë, jo vetëm nuk është bërë kurrë një rrugë me standarde që të ketë lidhje me një korridor evropian. Tani, me këto projekte, ne do kemi 2 autostrada të kategorisë A, që janë 2 autostrada që lidhin Shqipërinë me gjithë rrjetin e autostradave të Bashkimit Evropian. Antarësimi në Bashkimin Evropian do të sjellë frytet e tij, thot kryeministri. Por kur ne të bëhemi antar të Bashkimit Evropian, ne do të marrim diçka më shumë se 1 miliard çdo vit dhe 90% do jenë grant. Pra parafytyroni se çfarë ndryshimi ndodh në gjithë panoramë nëse ti e di që në 4 vjetët e ardhshëm ose në 7 vitet e ardhshme, se janë 7 vjeçare buxhetet e Bashkimit Evropian, në 7 vitet e ardhshme ti ke 7 miliard që i ke të tuat. Ministria e Infrastrukturës Belinda Balluku tregon për akset kryesore që janë ndërtuar këto vite e njëherësh zbuloi edhe detaje për 4 vitet e ardhshme. E cila ndërtohet në këto momente. Prioritet për Partinë Socialiste është antarësimi i Shqipërisë në Unionin Evropian, e sipas Edi Ramës, kjo mund të realizohet vetëm me këtë forcë politike në pushtet. Dhe mbi të gjitha